I ftuar në një studio televizive ka qenë finalisti i edicionit të 5 të Big Brother VIP Armir Shahini ose ndryshe Miri West Side Family. Ai ka zbuluar më shumë detaje në lidhje me eksperiencën, rrugtimi dhe dinamikat e lojës së tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Nëse do të rikthej sërish në ditën e parë që u bë pjesë e shtëpisë së Big Brother, çfarë do të bënte ndryshe Miri? Unë do të bëja ndryshe nëse situata do rikisha ndryshe. Varet nga situatat që do të më vinin përballë, do t'i bëja ndryshe. Për çfarë është penduar Miri nga kjo eksperiencë tani që ka dalë? E ka menduar dhe analizuar situatën dhe rrugtimin? Unë e kam menduar gjithmonë atë pjesë, sepse jam tip që i bëj një reflektim vetes dhe dal te përfundimi që nuk do të bëja asgjë ndryshe dhe nuk jam penduar për asgjë. Nuk i dihet edhe nëse do të bëja ndryshe, a do të ecte apo do të funksiononte dhe në fund të fundit, ashtu siç e kam bërë, a do të isha në pod? Po të bëja diçka ndryshe, mbase nuk do të shkoja as në pod, nuk i dihet. Më kanë thënë shpesh, edhe gjatë qëndrimit në shtëpi, po sikur të mos ishte situata e krevatit, si do të bëje ti. I kam thënë, hajde shkojmë tek 6 dhe fillojmë nga fillimi, sepse ku e dija unë se çfarë do të ndodhte. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.